Përshëndetje gjithëve, ne jemi Trade Castlevania, si çdo javë, ne do të filmojmë podcastin ton, jam me Irdin, jam me Henrin këtu, edhe do diskutojmë në fillim do të flasim për lajmet dhe eventet kryesore që kanë ndodhur gjatë kësaj jave dhe për javën në vijim, çfarë do të ketë dhe si do të ndikojë në treg. Po ashtu do të diskutojmë analizën e kriptove, do të shikojmë stocks, forex dhe pak mallra, do t'i mbulojmë. Që një javë gjithmonë tregu ka të papritura, por kjo javë me sa duket ka qenë një javë që gjithë çunat vazhdojnë të jenë atë profitin e dur, sidomos ata që kanë blerë në çmimet e duhura. Javë shumë e mirë edhe për stocks, edhe për kriptot. Deri diku ka qenë okay, edhe pse nuk kanë lëviz shumë. Përshëndetje çuna. Përshëndetje Kleo. Po, ka qenë një javë vazhdimësie të trendit që ka filluar që nga data 8-9 prill, tani gati 3 javë. Në kripto filloi pak më parë. E bin që kemi tani 4 javë, e bin, data 17 sot në qezim. E bin gati një muaj e ca. Një valë shumë e mirë. Dhe besoj që shumica e dëgjuesve që janë bërë dhe pjesë e Telegramit kanë pasur mundësi që të shfrytëzojnë këtë rast, sidomos ato që janë në kripto, sepse kemi ndarë dhe momente që ne kemi hyrë për lart. Dhe shikojmë ato që po tregtojnë aksione, kanë parë sa nga çuna që po tregtojnë aksione ka avancuar shumë në temi tregtarët shqiptar që po bëjnë tani me aksionet. Sa nga çunat na kanë falendëruar që ne po informojmë me aksionet edhe për podcastin. Do të thënë që vetëm dëgjoni podcastin edhe do bëni fit improvers. Po kemi pas disa komente te grupin Telegram. Po aksionet normalisht që janë më të vështira sepse kanë ato lëvizjet e tyre, por janë më të sigurta, domethënë investon në kompani, se ne diskutuam edhe para se të fillonim podcastin. Diskutoni diçka më të sigurt se sa kriptot le ta krahasojmë, që shumica janë, sidomos me coins janë scam ose po dalin scam. Aksionet janë pak më të sigurta dhe shqiptarët kanë filluar ndoshta ta kuptojnë pak, ose një pjesë e mirë e tyre kanë filluar ta kuptojnë se si funksionojnë aksionet dhe janë futur për të tregtuar aksionet. Por është kjo vala që kanë kap tani për lart, është shumë mirë. Kanë fituar, kështu që janë okay. Ne do vazhdojmë të bëjmë punën tonë për të informuar shqiptarët për tregjet e aksioneve dhe për tregjet në përgjithësi. Kështu që na bëni subscribe këtu ose bëni pjesë të Telegrami, ose të dyja, sepse do vazhdojmë të bëjmë këtë punën tonë që të informojmë shqiptarët dhe të bëjmë investitorë dhe themi më profesional në këtë pjesë, se sa spekulativ dhe të bigjoze që mund të hymë të day trading e forexit dhe këto tregjet e tjera. Tani të hymë të ngjarjet kryesore, Irdi? Ndonjë përmbledhje? Atëherë, kjo javë ishte javë shumë e mirë nga të dhënat ekonomike. Përgjithsisht, në makro do të thënë, kishim inflacionin që qëndroi në nivel, dhe kjo ishte shumë pozitive. Year to year duket ishte ulur me 0.1%. Po. Që kjo do të thënë dha një shtytje tregut për lart, do të thënë po vazhdonte për lart, por kjo do të thënë dha sigurinë. Edhe atë ditë duket u rrit S&P me 2%, diçka e tillë. Ishte goxha rritje. Pastaj kishim të njëjtën unemployment data, propulsinë, domethënë që doli pranë në nivelet e mira. Kishim retail sales që dolën më mira se shpriteshit, sepse priteshit të 0%, domethënë që s'do kishte fare sales për shkak të tarifave dhe për shkak të marrëveshjeve me Kinë, domethënë që ishin në tensione për trembëjorin e parë. Po që dolën duket më mirë se shpriteshit, 0.1% ka tillë dhe kjo do të thënë ndihmoi tregun. PPI data doli minus 0.3%. Kjo do të thënë ishte ajo miksja që i dha një ulje pak tregut në fillimin e të enjtës, por që u balancua në fund të ditës pozitive. Pak është për këto, Trumpi të dielën arriti marrëveshje me Kinën për ndalimin e tarifë për 90 ditë dhe uljen në 125% të tarifave. Atë nga 145% më thënë 30%, siç e parashikuam do të thënë që do ishte te 30-40% tarifat me Kinën, edhe Kina i mbajti te 20%, 10%, 20% për produktet amerikane. Më duket se edhe për marrëveshjet elektronike, Nvidia, AMD kanë arritur marrëveshje, do të thënë me qeverinë kineze për investime,
për krijimin e fabrikave, investime dhe kjo kishte një rritje në sektorin e teknologjisë. Kështu që duket sikur marrëdhëniet janë balancuar. Ishte edhe një lajm që presidenti Trump mund të vizitoj Kinën së shpejti, ndoshta për një marrëveshje më solide me Kinën. Kështu që duket sikur bëri një zhurmë të madhe Trump për asgjë. Thjesht uli ato tregje, blen lirë, kështu që i po veri. Edhe pastaj tash I kemi këtë valur për rritje. Kështu që pak a shumë kjo Patëm dhe marrëveshjen e Trumpit me Arabin Saudite. Kjo do fusi triliona në triliona dollar, domethënë duket sikur është marrëveshje për të raportuar më shumë dërjen e teknologjisë nukleare për Arabinë Saudite, kështu që Arabia Saudite do investojë në ekonominë amerikane triliona dollar. Lajm shumë mirë për Amerikën, ndoshta edhe për lidhjen e mesme, për sepse siç e ke faqja nëpërmjet anëmore, siç ka qenë këto 80 vitet e fundit, edhe lufta midis Pakistanit dhe Indisë arriti në një marrëveshje për shkak të mospërdorimit të armëve bashkëkombëtare, kështu që besoj se bota dihet më sigurt për momentin. Këtë lufta Ukrainë-Rusi ka ngel. Pse Gaza me Izrael. Marrëveshje ose një presion që po bën shumë Izraelit për të bërë sulmet do të arritë marrëveshje me Arabin Saudite. Kështu që duket si një situatë më shëndet se ç'ishte për të. Besoj edhe situatën në Ukrainë në Rusi do të zgjidhet shumë shpejt sepse ka hyrë Amerika aty për të marrë mburimet natyrore ose për të qenë aksioner pjesëtar në mburimet natyrore të Ukrainës. Më sa ndava unë sot në Telegram se shpjegoj që deri tani Trump e ka mbajtur fjalën, ka thënë që tani është kohë mirë për të investuar në aksione dhe të aksionet kanë hecur diku te 20% të S&P 500 që kemi kapur në atë val. Ka pasur shumë ngjarje pozitive, po mendoj të mbuloshim mirë marrëveshjen me Kinën dhe marrëveshjen me Arabinë Saudite për të futur le të themi kapital në tregun ose në ekonominë amerikane dhe Kina që mund të zgjidhë atë problemin e tarifave të inflacionit. Për mua marrëveshja me Kinën ishte pak a shumë e pritur, e mbulovëm jamën e kaluam që thash që Kina është një pozicion shumë të vështirë ekonomik dhe ka nevojë që të bëjë këtë marrëveshje sepse ka probleme me tregun imobiliar, mund të jetë shqip fjalë, po tregun e pronave, real estate ka shumë probleme, ka ndërtuar shumë dhe njihet që ka Ghost City, I bën që qytete që janë që ka vetëm kulla dhe nuk ka njerëz që jetojnë brenda të kullat. Kjo është një problem. Kemi edhe problemin e moshës mesatare të Kinës, që sa vinë edhe do rritet, dhe zëvendësimi I popullsisë që kanë bërë një gaf, një problem, duke thënë që vetëm një fëmijë do jetë për çdo çift. Si rregull. Politika viteve në 10 që po ndihet pasoja tash, domethënë. Edhe një problem tjetër se kam lexuar domethënë në për këtë temë është fakti në gjatë kësaj periudhe, nga që njerëzit lejoshin vetëm një fëmijë, kultura kineze ndodhte që të kishte djalë dhe kishte shumë aporte të vajzave. Edhe ka një disbalancim domethënë të popullsisë me meshkuj me ferma që edhe kjo domethënë është goxha problematike për këtë dekadë që po vjen. Po. Është bërë shumë problematike, duke se në veç që të jenë 50%, siç është zakonisht të gjithë vendet e botës është diku te 35 me 35, kështu është goxha problematike. Po është ke këtë problemi, ke edhe problemet thash ekonomike dhe ishte detyruar Kina që të bënte një marrëveshje, por dhe për të mirën e Amerikës ishte le të themi kjo marrëveshje. Amerika që dorë nga vetet e punës si të hapte. Kina fitove domethënë që të vazhdonte saj si prodhuese e botës. Kjo ishte shumë pozitive dhe kjo ndoshta e ka dhënë atë shtyrjen tregut për më lart, dhe nuk e ka bërë këtë le të themi uljen.
Pas e folëm dhe për t'i bëjmë me radhë tani, folëm për inflacion. Inflacioni priteshet të dilet e 2.4%, dolit e 2.3% vit mas viti, year over year. Një ulje të zona që po kërkon Jerome Powell, të zona 2% që do uli normat e interesit. Takimi tjetër më duket është në datën 17 qershor, mos gaboj, do ta shikoj tani. Se s'po shikoj këtu. Do të jetë në qershor. Takimi tjetër. Po. Dhe i bin që po që vazhdojnë këto zhvillime pozitive, po që vazhdojnë zhvillimet marrëveshje e tarifave, inflacioni normalizohet te zona 2%, 2% mund të bëjë një ulje ndoshta te 0.25% të normave të interesit, Jerome Powell të liroj pak edhe më shumë kapital ose ta bëjë më të mirë tregun dhe të rritet tregu këto muaj. Është për të parë sepse vera zakonisht është pak më ngadalt si periudhë dhe është një gjë pozitive kjo inflacionit. Është shpeja, sell in May and go away, kështu që ndoshta edhe pastaj do kemi këto lëvizje 0.1%, 0.2% në ditë deri në 7-8 ndoshta. Po. Edhe me aq do ishte e kënaqur sepse pozicioni që kam hapur unë besoj që të hesin pak më shumë se sa 0.1%, po tregu të hesin në përgjithësi 0.1%, 0.2% ishte okay, S&P-ja. Pa shikojmë. Ka shumë kompanitë interesante tash që me stabilitetin ekonomik të rastit 2000 të mund të ketë goditje të disa kompani, sërse kompani, ja po konsumer më shumë të big cap. Po besoj se do ketë një mundësi shumë mirë të kompanitë e vogla. BW që ishte një mundësi shumë e mirë, por rrit 100% këtë 2 javë. Dola sepse s'u pëlqyen të dhënat e kompanisë. Ishte probleme me borxhin, sa probleme të tjera. Mund të delistohesh nga tregu i New Yorkut, sepse do të arrita të kotën $1 për një viti. Ketë probleme me borxhin edhe këto, kështu që po duket sikur kjo blerje ishte vetë nga kompania, domethënë për të rritur çmimin artificialisht, kështu që ndoshta ishte kjo hala e fundit para se të kemi lira një prapë. Kështu që dola me profitin tim nuk e marrë asnjë pozicion, por mund të ketë kompani të tjera shumë të mira që janë të duan borxh më të ulët, paguajnë më pak interesa, që janë afër, domethënë një arritje të madhe, domethënë për biznesin e për modelin e biznesit të tyre. Edhe kjo norma interesave, normalizimi i tregut mund të jetë ata që presin, të shtysje presin. Kështu që do të parë normalisht. Po, normalizimi i tregut do krijojë më shumë madje sigurinë që duan investitorët të hyjnë te asete më të rrezikshme si growth stocks që po përmend ti. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë në javët në vazhdim që të analizojmë si do na heci Russell 2000. Unë aktualisht kam bler Russell 2000, kam bler ETF-in e Russell 2000. Bikute nuk dishe shkurt ose janari dhe jam pak minus të ETF-it e investimi afatgjat për flasim. Por kam bër dallime me S&P dhe Nasdaq-un që bleva te dipi i shkurtit dhe marsit janë plus 25% vetëm të blerje ose 20% vetëm të blerje e dipit që bëra në mars. Kështu që ka pasur një rritje, por rritje të asetet më large cap, medium cap, që kemi trajtuar në këtë periudhë. Unë jam përqendruar te Tesla, Robinhoodi, Coinbase, listë që kam ndarë dhe të Telegrami. Dhe aty ato kanë ecur shumë mirë. AMD kam trajtuar dhe AMD. Dhe tani do jetë momenti për mendimin tim, po që vazhdon kjo rritje, të hym tek këto growth stocks i bin, që ka nevojë për kapital më të lirë, me borxhe dhe edhe të lirohet kapitali dhe nga investitorët, marrin më shumë rrezik. Për dëgjuesit, shumica na që trajtojnë kripton, kjo do ishte shumë pozitive edhe për altcoins. Sepse growth stocks është altcoin i stocksave, domethënë, kështu që Eksakt. shikojmë në këtë mënyrë. Vetëm që ato ka një produkt,
por dhe ato nuk janë fit improvers. Shumica atyre kompanive nuk janë fit improvers Jo akoma. kompani që mund të falimentojnë nga viti në vit, domethënë nuk janë kompani të serioze. Eksakt. Kompani ndoshta në rritje vetëm në situata të mira. Si puna e altcoins që kur është ekonomia e fortë dhe tregu i mirë, vazhdojnë edhe kanë këtë rritje dhe quhet alt season në thonjza, por është thjesht që është siguria e investitorëve që fusin kapitalin aty. Një shembull i mirë domethënë është Ionic, që ishte para një viti me $60 dhe sot është $32. Kështu që ishte një growth stocks, por që qëlloi në momentin e dur, kishte bëri modelin e biznesit e vet fit improvers në momentin e dur dhe është rritur goxha. Nëse do ishte $60 për shembull në periudhën e shkurt të marsit, që kishte materialin e madh të prillit, ndoshta do ishte më si kompani. Kështu që është edhe koha domethënë që shesh momentin e dur, ndoshta për të gjetur një kompani të gjashme të mirë. Po, un kam investuar te Quantum Computing, kam Quantum Computing Inc, që është QUBT. Ka ecur 39% vetëm dje, diku te 77% që në momentin që kam hyrë unë. Që jemi gati 2 javë këtu. Është shumë e ngjashme me IonQ dhe te industria e njëjtë. Dhe kam hyrë pak si agresiv, mund thosh, te sektori quantum computing, me ide që është një inovacion në themi ose një mundësi e mirë për të avancuar njerëzimi, pak a shumë si AI. Mendoj që do vi një val super cycle ose super rritje në quantum computing dhe kam përzgjedhur disa kompani, mund të jenë 6 kompani që i shikoj dhe mbajnë në veshgim gjithë kohës, me idenë që të bëhet një rritje jashtëzakonshme të ato. Një industri tjetër që po pëlqen është semiconductor, ka pasur një rritje. Një përshim do të 20% për këto 2 javë. Domethënë Nvidia ishte te $95, është $35. Dje u duket te $35. AMD gjithashtu po rikuperohet në zona $120, duket sikur ka një rezistencë. Apo është një kompani që pëlqen nga investimet që ka bërë të kohë të fundit, ishte edhe në marrëveshjet me Arabi Saudite duket, ishte CEO Arabi Saudite, kështu që ndoshta mund të marrë fonde edhe nga Arabia Saudite, kështu që për të parë. Po, AMD është shumë mirë. Një nga antarët tonë të Discordi ka investuar aty që nga bottom, ka qenë 90 më duket, 90 ca. Dhe investuam bashkë atë, unë investova në options, që do në profit, a investova në stocks. Na e kam majtur ka shitur një cop tani te kjo zona 117. Unë kam hyrë te zona 100, sa ka kaluar 100-ën, do ta mbulojmë në grafik pak më vonë. Që shikojmë pak ca lëvizje të reja që kemi bërë ne dhe si kemi manevruar në këtë fazë të tregut. Por AMD ka qenë shumë mirë. Unë po shikoj të semiconductors, me që e përmende një kompani që quhet Seals Q Corp, është LAS. Ka një shtrëngim çmimi, nuk e kam studiuar mirë, po më pëlqen shumë formimi i çmimit për një, le të themi, shpërthim. Po që ecën edhe më shumë sektori i semiconductors me këtë rritje, se shikoj edhe ETF-in e SOXL që ku e krahasoj me po ku e shikon krahasim me çmimin historik që ka pasur në se diku të 70 më duket, sa jemi akoma 18. Ka goxha potencial sektorit të ringjallët edhe të bëjë një cikël për lart. Ky cikël serioz po flasim do ishte që ta çonte tani S&P 500 në një nivel all time high të ri dhe çdo ditë në nivel më të lartë all time high. Që do ishte le të themi kjo është koncepti i një bull market. Ose një bull run. Ose 6 kemi ata 6200 më duket ishte all time high i kaluar. Për nëse të ajo më parë një rrugë domethënë se futet pozitivitetin në treg.
Sepse ata që kanë hyrë të 6200 duan të mbajnë, ose shesin pak më profit edhe mbajnë një pjesë të madhe të pozicionit. Ndoshta institucionet që kanë dalë të 6200 futen me fitimin që kishin, ose ja futur të dipi edhe që prapë çmimit të 6200, kështu që është zonë për të parë. Po ajo është temi çfarë mund të ndodhi po që fillon kjo cikli i semiconductors. Jemi të 50 kështu që jemi shumë afër kur e mendon. Jemi të 5950, e bën gati 6000 tani. Domethënë këtë la AS ta kemi në vëzhgim. Po, unë kam, se unë kam vërë me alert dhe më kanë ftuar që ndje në mëngjes ose ndje në drek kur hap tregu. Patëm dhe gjarin kryesor që mori 200 SMA S&P 500 në Nasdaqu, që tani është një shenjë shumë bullish. Kuptohet që jo gjithmonë do heci, le të themi, kur ecën mbi 200 SMA, tregu do avancojë dhe bëj all time highs edhe një cikël të ri. Por me ngjarjet që përputhen tani, marrëveshja Kinës, marrëveshja me Arabinë Saudite, inflacioni në ulje, gjërat po normalizohen, situatat të ndryshme po bëhen më të qeta, më të sigurta për investitorët. Probabilitetet po anë më shumë të që kemi qenë në një bottom të 4800 dhe po vazhdon për lart, por është për të parë tani se sa do avancoj kjo deri te 6200 që thotë edhe ieri ato analizat që bëri ieri për institucionet, për nivele që do kapet aty, çfarë impakti do ketë te çmimi të tregu. Kleo, ndëgjë për kripto? Nga ana jote, ndë lajm, ndë një event kryesor? Nuk kem se ka pas në një event kryesor për kripto, domethënë përveç se kësaj dëshirës që kanë njerëzit për të blerë ose retail traders, e ka pas të ngritjen kripto normalisht që Bitcoin që 85.000 ku ne e kemi tregtuar, Ethereum tek një çmim 1700-1800 mundsi e mirë për të hyrë, edhe pse unë kam hyrë pak më poshtë. Por është diçka që është në një trend. Tani unë shikoj një konsolidim të çmimit edhe pastaj shikojmë për një vazhdimsi, ndoshta ikim dhe më lart, por nëse do të thoya nëse S&P 500 ecën, tregu i stocks ecën, bën edhe një val më sipër, po ashtu dhe kripto do të bën një val më sipër. Po. Por nuk është se ka pas ndonjë lajm ose të ketë ndonjë lajm që mund ta çojë tregun më sipër te kriptot. Është thjesht ajo euforia dhe dëshira që njerëzit kanë për të blerë. Mendoj unë se tani lajme në kripto ka pafund, po unë them lajme të rëndësishme që mund të jenë në rëndësishme. Lajmet e kriptos që shërbëtet të Telegrami janë mund ta investoj kjo bank, mund të investoj kjo bank tjetër, gjithmonë fjalë me mund. Jo, flasin më shumë lajmet e kripto lidhen me blockchain-et, me projektet që kanë kriptot edhe çfarë ato mund të ofrojnë ose pse kjo kripto mund të ecë, po ku ka trend ecin gjitha. Të çdo kripto mund të marrësh 100% shumë kollaj. Po, ashtu është. Unë se tani më kujtua që kam po e vëzhgoj VIX-in me kujdes. Ajo është aty ku po maj unë syt për të kapur atë themi rënjën e tregut, sepse mund të rritë volatiliteti i S&P-s. Edhe mund të lidhë me këtë pjesë që tha Kleo që po ishte bin S&P 500, bin kripto, po që do rritet dhe kripto me një val më themi më të lartë, se S&P-a mund të eci 2-3%, kripto mund të eci 5-10 varet. Zonë që shikoj më lartë unë të kripto është 115 të Bitcoini, 3000 të Ethereum, dhe ishte një rritje e logjikshme, dhe pastaj dosha një rezistencë serioze aty për një dip e 30% nga ajo lëvizje që i bin diku te 2500, ja mund të vi diku te 2200, shka 2100, po dhe ishe normale ajo lëvizje. Iri për VIX, volatilitetin, unë se më dojë që do bitë ka ishë shumë, po si që thamë ishte lajme pozitive gjëra pas tjetërët, që ka e djena deri të premten. Për që ka pasur goqa rënjë, tashi, nuk e di, ose do rritet në nivellet të 20 faktën, ose do shkojt e 12, dhe më thoi që tregu është ai që griti, sa që do që të
të squeeze, domethënë ta shtrydhi këtë valë për lart edhe të bëhet shumë griti, do ke shumë investitorë retail, ndoshta që në fund të që ka thënë, i blem në dip edhe do qëndroj edhe ndoshta çdo ditë tjetër që jem dhe blem të fuqishëm. Për që mund të jetë kjo domethënë cycle që vetëm blame. Për që duhet farë më shumë kujdes. Po duhet të shtoja pak dhe për Goldin. Listin që ka pasur që është normale. Ne kemi thënë që 2 javë, domethënë që ka 3500 ai. Kush e ka tregtu ka fitu. Ka fitu. Unë kam tregtu faktikisht Goldin, e trektova, i thash edhe herë, e trektova long, po më shumë për të provuar, do të bëja ta se unë këtë punë bëj gjithë ditën, testoj. Edhe kam tregtu long short. Edhe e kam kap shumë mirë. Po parashikimi ka qenë i saktë se Henry ka thënë që kur Goldi ishte all time high që do të vit pakën te 3100-3000. Edhe aty është 3100 e ka tregtuar dhe një nga antarët tonë të Discord dhe në short e ka ndarë. Çunat e Telegrami nuk e besoshin, sepse mendoshin që dëshonte për më lart Goldi, por logjika tregu që kapitali duhet të dalë nga diku që të futet në stocks. Për VIX që të shto edhe diçka këtu, unë atë po e maj tani në vëzhgim dhe sugjeroj të gjithë dëgjuesit që ta kenë në vëzhgim volatilitetin. Atë kur të ketë një spike në volatilitet pre-market, serios, do të bëni gati që të merrni profitin të kjo vala, apo që keni hapur pozicione long dhe jeni në profit. Sepse ka hyrë të një zonë që është me vërtet tani shumë i ulët volatiliteti, për niveli që pati një le të themi V-shape. Ishte të 70 të 50, po rrinte me ditë, domethënë nuk përse po rrinte siç ishte ngushtin e kaluar që shkova një ditë të 70 dhe kishte ulur të një herë. Të ndroi me ditë në zona shumë të larta. Domethënë që kishte shumë shit blerë në ato zona. Po te zona e volatilitetit, po dukeshin shenja që mund të ishte një bottom në treg. Edhe ajo ka ndodhur deri tani, sepse tregu është rritur diku te 20% që atëherë. Floriri që përmendi Cleo te 3100 që kishim parashikuar ne. Kemi dollarin që ka vazhduar një rritje tani në normalizimi. Sidomos mbas marrëveshjes me Kinën, e ka ndihmuar shumë ajo marrëveshje që të normalizojë dhe të rrisi pak dollarin. Dhe të dollari unë tani duke konvertuar paran ka pound në dollar, ka fituar diku te 1.5%, 2%, edhe në këmbimi që kam bërë nga poundi që po mbaja në rënjë dollarit, fitova 4%, dhe 2% ka fituar në këtë rritje. Kështu që ato që thonë që ne nuk dim të tregtojmë Forexin, 2% me 80x që trektoni ju janë 100%. Po ne që kemi kapitalin në rastet e tjera tregtojmë në mënyrë tjetër për të menaxhuar në temi kapitalin për fituar. Çfarë thotë Irdi? Nuk është se kisha investuar, por që kam llogarinë e euro. Irdi u shkut. Okej. Kjo është situata, patëm jobless claims që përmendi pak më parë Irdi, që dolën të pandryshuar. Këto janë kërkesat e papunësisë ose ndihmat që bëhen javë mas jave në Amerikë. Edhe po që kjo rritet, është një shenjë negative. Janë pozitive fakti që nuk është rritur, tregon një qëndrueshmëri në ekonomi. Irdi, po thoni diçka për po thosha që përse nuk isha investuar për 3-4 ditë, çipi që llogaria vetëm rritesh në dollar, domethënë. Që kisha llogarinë e euro, edhe euro të bësh më të vlefshme, domethënë. Eksakt. Ishte gjësi shumë e mirë të drejtës. Ishte $1-2 në ditë duke mos bërë atje. Po. Është ajo që edhe Forexin du ta marrësh parasysh kur je një tregtar i aksioneve, sepse varet se çfarë currency, çfarë currency e mani ju le temi accountin tuaj,
unë mundohem të marr në pound, por bë këtë këmbimin dollar pound. Sa herë që blen, domethënë bëhet këmbimi automatikisht, domethënë për sa më fair për tregtarin. Zakonisht ka kontra kompani serioze, domethënë si BKA apo na përdorim shumë. Po. Kështu që vend të vlera që kam investuar, pastaj edhe të këmbimi tjetër që kam bërë, edhe kam dalë edhe me fituar këto. Kjo është situata që për ju që bëni Forexin, që mund të bëni fitime dhe në Forex dhe në stocks në të njëjtën mënyrë për që dini. Tjetër i lajmi për tarifat do të thotë për Europën ndo më shumë nga marrëveshja me Amerikën e Europës se sa Britania dhe Kina. I bi që mund të negocioj pak si më shumë më agresiv Europa me Amerikën, po varet se si do Këtë duhet edhe të regu, domethënë që ekonomia europiane po rritet goxha fuqishëm. Përveç asaj valës të vogël që kapëm short e tregu gjerman, ka shkuar log po thjesht çdo ditë. Po rritet domethënë nëse S&P rritet me 0.3%, DAX rritet me 0.6, 0.7, po thjesht dyfishin. Po, DAX ka qenë shumë mirë. Edhe në janari deri te shkurti, fundi i shkurtit un kam fituar më shumë te tregjet europiane se sa tregjet amerikane me ca nga investimi që kemi bërë te tregu francez nga bottom, sepse Gjermani kishte ecur pak më parë, edhe nuk e kapshim dot, ose nuk e blente RR-ja dhe faktorët e tjerë dhe kështu që jemi përqendruar te tregu francez atëherë dhe ka dhënë fitime në atë periudhë kur ishte shumë e vështirë tregu amerikan. Okej. Besoj që ka diçka tjetër për çtu, po patëm ndonjë ngjarje ose ndonjë gjë tjetër. Edhe naftën që po shkon goxha mirë, po rritet avash çdo ditë, kurse ndoshta edhe marrëveshje me Arabi Saudite, ndoshta ka pasur një impakt. Ka një rritje stabil, duke sigur po rritet avash, ndoshta javës tjetër mund të kemi ndonjë rritje më të madhe. Unë e qof që oksi, domethënë akalti dhe oksi domethënë për të rritur me 7-8% nga momenti i hyrjes, stabil, që edhe dividendi që do marrë tash në fund të muajit, për që është shumë mirë në momentin. Për 10 do ishte momenti ku të shisja oksin, që ishte $15. Po, unë nga ana ime fatkeqësisht e kisha studiuar le të themi naftën, edhe me idenë që të tregtoja ndonjë aksion me në industrisë të naftës si oksi ose diçka tjetër. Patëm dhe gazin natural, i thash Kleos që të shikoshim gazin natural përpara 2 javësh në rrugën. Thjesht 7% çdo ditë. Po, dhe Kleo më çoi një listë, edhe unë nuk e pash listën, unë përqendrova më shumë te growth dhe te tech. Dhe kam hyrë themi te këto aksionet e teknologjisë Tesla. Unë e bëra punën time. Ti e bëre punën tënde. Edhe jam pak në temi jo i mërzit, po vjen keq që nuk tregtova një sektor që kishte studiuar dhe kishim kapur disa mundësi të mira aty te filtrimet e Unë tash ri dhe ja çoj çdo ditë nga një ndrysh. Shikoj edhe kjo ka ecë. Na kam përshmat, se ke lexuar këtë? Disa përqim pas ka ikur. Shikoj 30% kjo, 50% kjo, pse syre dhe kjo? Unë ta kam çu. Ma përmend disa herë. Edhe prandaj kam gjerë kështu. Po, gjëra që ndodhen nuk është që do të kapësh gjithë rastet në treg kryesor, është kapësh diçka dhe të jesh i pozicionuar në një valë serioze të mirë. Atë aksionit BWI ka qenë edhe kjo pjesa e gazit. Atë ndoshta u rrit me 100%, që u rrit e shpejt ndoshta. Po gazi natural. Do të shikojmë tani në analizën teknikale. Okej, atëherë po mbyllim me kaq segmentin e ngjarjeve kryesore të javës. Diçka tjetër që vëre, domethënë është që sektori mjekësisë, po ecën shumë avash, i bioteknologjisë. Kështu që ndoshta është një moment i mirë për blerë. Kemi pasur ato ulur goxha të madhe. Pfizer është $22, që më duket shumë të mirë për të blerë. Kemi Moderna, që është prapë $22. Duke shikuar i që sektori është i nënvlerësuar për momentin. Lidhjem duket është vetë me kompani që është i të vazhdo të rritet me tregun, domethënë.
po pjesa tjetër duke shumë në vlerësuar. Po. Që ndoshta sikur edhe ETF-i të blej do ishte shumë i mirë. Excel Sektori financiar po ashtu. Por i Bullgaria ka ecur shumë mirë, nga që unë kam shares, nga që lër ato shares si merr falas për bën depozitim. Ka ecur diku te 40% që ka viti kaluar, kështu që shumë mirë. Shumë mirë. Unë bleva Robin Hoodin, doja ta bleja SoFi. Nuk papa dot $10. Sepse s'po ma jepte mirë atë formimin dhe kohën e duhur që të hyja le të themi një rërë të mirë, edhe zu të rrezikoj jashtë strategjisë time. Edhe kështu që po e lej për një moment që të bëj një dip tregu dhe të gjej një farë konsolidimi dhe pastaj të hyj te SoFi. SoFi gjithmonë pëlqen të $70 mua. Po shkoj më shumë është sikshme. Të $70 shpika perfekte. Po. Nga që ka shumë rëndësishme aty se ka shndruar me vite të çmimi $70. Po. Është shumë vështirë të bjerë. Të shikojmë si do na hezi. Pa ai ishte një gjë që unë nuk i visota. Te biotech dhe biomed shikoj ditë për ditë që del një aksion i ri që ka hecur 70-80%, 100%. Pa dhe janë të pakapshëm për një tregtar si puna ime që jam afat mesëm sepse janë ngjarje që del një test që bëjnë ato me FDA pozitive dhe shpërthen mrena ditës, edhe është më shumë për day traders dhe scalpers që merren me sektorin edhe e dinë në detaje kush do dali sot si lajm, edhe studiojnë dhe pastaj hyn mrena. Ajo kërkon të themi një tregtar që është profesionist në day trading të biotech edhe biomed kur dalin lajmet e biotech dhe biomed kryesore. Dhe është një gjë që unë nuk e bëj dot me tregtimin tim. Kështu që kemi mundësi pa fund, rastet mund të jetë diçka me vlerë, altcoins mund të rriten, por kemi edhe rreziqet që është një treg shumë i blerë. Për momentin dhe mund të ketë një farë dipi të printet, nga që pashi ishte shumë i blerë, edhe mendova që do kishim atë dipin e të printet të S&P. Edhe bleva një put options, huba 20% të vlerës së put options, përsa e mbylla sepse kam si strategjin time që dhe stop lossin të 20% që i vlerës të kontrantës. Parësisht është 0.1% e portofolit tim, nuk dua që ta humba të 0.1%. Po, dhe ke fitu të BW, pjesën e BW-s nga 10% të profitit të BW-s. Kështu që kjo është tregtimi, do humbesh një, do fitosh një, dhe në fund fare po dole plusje i profesionist. Okej, atëherë po mbyll me kaq segmentin e ngjarjeve kryesore. Shpresoj që të kemi ndihmuar me këto informacione për çfarë ka ndodhur gjatë javës, si interpretojmë ne, si do t'i përdorim ne në javën në vazhdim. Dhe si mund t'i shfrytëzoni ndoshta edhe ju. Do flasim tani për analizën teknikale, do hym te kriptot, sa të hap chartin, do hym te kriptot, do flasim për Bitcoinin, për Ethereum dhe pastaj ndoshta ca altcoins të tjera që mund t'ja vlej, por kripto është në një rënje tani, një rënje normale, sepse është një periudhë gjatë që është bërë i blerë tregu. Okej, kjo është grafika e Bitcoinit, besoj që e keni parë tani javë mbas jave, si kanë hecur, si kanë avancuar gjërat, atë grafik. Për vizat të tua fix, e keni bërë bala. Po, këtë zonën këtu edhe. Dhe tani, dëgjoj, kemi se bëjnë disa komente për skenare. Arsye pse unë punoj me skenare, sepse kur probabilitetet anojnë long, unë do hyj long këtu dhe pastaj punoj me skenare. Edhe tani për skenarin i bën që konsolidimi dhe një vazhdimsi duket shumë qartë, do na duhet një farë vrulli të them zonën e kësaj konsolidimi, që është ky trekëndçi këtu, kjo viza në rënje, do të thyë kjo vizë, që riu parë që do thyet, probabiliteti bëhet shumë i lartë që të shkojmë te 108,
ndoshta deri te 115 që kam unë si zonë. Këto, okay. Kjo do ishte bullish scenario në thyrjet e kësaj. Kemi edhe vizën e trendit në poshtë, sepse kemi hijet e qerive këtu, bëhet kjo trekëndshi, kjo është një shenjë konsolidimi, dhe po u thy kjo struktura këtu të 101, shkojmë 100, edhe pastaj shkojmë deri te 97-98. Kjo është skenari, le të themi, më bearish, por edhe këtu unë do shikoja që edhe shkojmë këtu dhe pastaj të shikojmë prapë për long, se do ishte një shenjë pozitive që ndoshta gjen supportin këtu dhe vazhdojmë një cikël tjetër për long, me çmim më të arsyeshëm, ku edhe RSI normalizohet dhe jep mundësi që të rritet më mbrapa. Kjo do ishte një skenar më i pëlqyeshëm për çdo investitor, mendoj unë. Afat mesim ose afat gjatë. Për day trader dihet që një njohatje 0.01% e Trump, por për një tregtar afat mesëm si puna ime, këto lëvizje që po bën këtu me kësaj zone është thjesht konsolidim, dhe kur thyet kjo struktura e trekëndshit, probabiliteti është më i lartë për një short, po kemi dhe supportin të 100. Kjo është situata, dy skenare, probabiliteti për mendimin tim anon më shumë të skenari e një tipi pak më thellë, dhe pastaj ne do të tregtojmë ndoshta ka një zona këtu. Diçka që mund ta çojë tipi më thellë është që nëse investitorët shohin më shumë rritje gjatë sa kohë të stocks, mund të marrin kapitalin dhe ta kalojnë të stocks një pjesë e tyre. Kështu që edhe kjo mund të sjellë një tip ndoshta. Edhe e kam parë që edhe të premtë ndodhi kjo gjë. Sepse S&P ishte në rritje dhe Bitcoin ishte flat, po thjesht. Po, S&P në rritje, Bitcoin flat, por coinset e tjerë të altcoins ishin pak rritje të vogël ose ulje të vogël, kur shikoni portfolion tim dje, shikoj ku është këtu, anësh, 1, 2, 39%, 9%, 4%, 5% rritje të aksionet e mia. Këto ka qenë në ulje, tje ose me pak rritje. Kështu që çarkullimi i kapitalit normalisht është në këtë pjesë. Po këto janë dy gjëra që unë përshikoj. Tu i qeni pozicionuar nga 85.000 nuk ndjen ndonjë frikë këtu edhe po bëri këtë dipin. Okej, më thjesht do të marr për sa më shumë profit. Dhe mund të dalë ndoshta një mirë të bën shumë sigurt domethënë për çdo lëvizje. Për shemb që bie 1% është shumë i qetë. Kurse ata që afutur të 100.000, 1% do duket sikur po humbin. Po. Eksakt, prandaj unë po që ulet kjo deri te kjo zona këtu, mund ta pranoj edhe mund të dalë dhe pastaj të ripozicionohem parafërsisht te zona që kam dalë për një vazhdimsi më mbrapa, ose të hapim shortin, por kjo është skenari, të themi, dy skenaret bullish që unë kam edhe po pres si do ecin. Ku je pozicionuar mirë, nuk ke frikë dhe menaxhon në skenare si puna ime. Dhe gjë për shtu këtu, Kleo, përpara se të lëvizim te Ethereum? Bitcoin, mendimi im, mendoj që do formoj këtë konsolidimin edhe pak ditë, edhe ndoshta ne ikim prap long tek 115.000, që thash edhe shpar. Mund të jetë një shtys tjetër për tregun e kriptove. Po. Mendimi im ky, por një ulje deri në 100.000, 101, 102, domethënë tek këto zona këtu, është më së normale. Ne jemi tregtar afat mesëm, ti e the edhe vetë që kemi hyrë pak më përpara, nuk tregu duhet i bëj këto lëvizjet, paktën për ne tregtarët afat mesëm janë gjëra shumë normale. Po, 1-2% është normal me Adidas. Dhe kemi akumuluar këtu diku të çmimi aktual, jemi plus diku të 20% për një muaj. Pak më shumë se sa një muaj, se kemi hyrë nga data 12 në këtë periudhë. Dhe tani 20% për një muaj nuk është keq. Nuk është keq. Sepse shumica pretendojnë që të bëjnë në temi të bëjnë 10.000x ose 10.000% profit. Po 20% për një muaj, 20 këtu për short për një muaj, use 2 muaj,
40% i bërë këtë vit. Dhe këtë kemi bërë në. Të shikëm tani se si do na heci kjo, po i 115 është një zonë që kam përsektuar në një skenar bullish. Ndoshta mund të ketë për dipin tani, se e diel nesër, shtunë sot, vi një ulje. Mu më jem ndjenjë që mund të shkojmë deri te kjo zona 100. 100 aty bëhet support më i fuqishëm se ka kërkesë blerje. Po, aty mund të jetë mundësi e mirë dhe për të blerë për ata që s'kan hyrë në treg. Po. Okej, kemi dhe Ethereum, pak shumë i njëjti formim, njëjti skenar, pak me i blerë. Ne kemi hyrë që nga kjo zona këtu poshtë, do t'i jap 3 tregtime që ne kemi bërë 1600. Diku këtu deri te kjo zona. $1,800 për 12% dhe pastaj kam bërë nga kjo zona këtu deri këtu lart, se kemi shitur te 2600 500 e ca, 2550 e shitëm, edhe 20% të tjera, dhe unë kisha hapur një pozicion short, jo short, pozicion short term, afat shkurtër, te kjo zona këtu, dhe kam marrë dhe këtu diku te 5% e tjera. Okay. 3 tregtime kam bërë unë këtu. Ethereum, ne i thamë edhe javën e parë që ishte shumë i blerë si çmim. Po. Dhe po ta shikosh dhe RSI në shumë e blerë aty, dhe kjo ulje duheshe me patjetër. Kjo ulje duhet dukesh ka. Është thjesht logjike, kupton, pak duhet punoni dhe me intuitën që ta kuptoni vetë si mund të shkojë tregu. Po. Ne shoh aty komentet për shembull në Telegram ose në për grupe të tjera që shikoj që se tani kanë dalë në për rrjetet sociale këta TikToksa që japin sinjale, do të thënë kur është tregu long dalin ta. Dhe shoh që do shkoj 4.000, do shkoj 5.000, pastaj kur bën këtë uljen 2-3%, 4% sa ka ra. Trëmben, e kupton, jo po si do shkoj, a kemi bull run. Po, është logjika është që kjo tani du të bëj valët e veta në natyrshme, do të nxjerrin profitin sa tregtar këtu, do të bëhet i pëlqyeshëm me çmim të arsyeshëm, ndoshta deri këtu 2200, 2300, dhe pastaj e reblame ne me idenë që shkoj deri te 3000. Ky synimi im është që po bëri një dip serioz të mirë që është liruar asedi, kemi dhe potencial për këtë lloj lëvizje. Deri te 3000 për 26% të tjera. Kemi akumuluar këtu diku te 60% profit. Edhe tani të bëjmë dhe 26% të tjera, kemi diku te 80% profit në 4 tregtime long të caktuar në njëjtin val. Unë do shikoja të përheqim ca nga këto vizatime tani, se nuk ka vlerë që të shikojmë. Kemi këtë zonën këtu, si zonë si zonë supporti, shikoj kjo zona këtu, që unë përshikoj që po thyet kjo, atëherë shkojmë deri te zona 2200 ose ndoshta 2100 për mendimin tim, kjo zona këtu. Dhe këtu do shikoj për një blerje serioze. Prap, afat mesëm, disa javë, disa ditë, disa javë, për të tregtuar. Deri tani është një fazë konsolidimi, mund të vazhdoj këtë konsolidim këtu. Pra, pak a shumë si scenario ose skenar të Bitcoinit, që po bën konsolidimi këtu. Dhe mund të shkojmë më lart deri te 3000, ose bën një ulje këto ditë deri këtu, dhe ne e blejmë për të fituar
26% jo të kjo zona këtu. Kjo është, kemi këte bearish divergence që është formuar, shikoj RSI në dopsi, çmimi ka qenë në rritje, kjo ishte arsye pse unë dola të kjo vala me 5% kur të ritrektova këtu, nuk ishte më fuqi relative, fuqi për shtypur më lart, dhe tani do pres që të kapim valën serioze të 3, të 4. Kjo, 26% që du. Kleo, besoj kaq është mjaftueshme për Ethereum. Po flasim 3000 ke barierë normale. Vetëm po që kemi një cikël shumë të lartë, po e traktuam ne këtu, po që këtë 3500, po dhe këtu marrim 45%, kështu që të gjithë skenaret ne dalim të fitum, se dalim, a do hymë më lirë, ose do të traktojmë këtë vazhdimsi nga kjo zona këtu. Kështu mendoj unë, të paktën. Kjo është mentaliteti im, që të gjithë skenaret unë dalim fitum këtu. Vetëm du të dishtë si të shfrytëzosh rastin. Edhe do humësh pak pare, por paktën ke rrezikuar në momentet e duhura që kemi minimizuar rrezikun. Okej. Do një altcoins tjetër, Kleo, ja vlen të shikojmë, apo i kemi diskutuar disa herë na për TikTok e... Ethereum, unë këto të rektoj, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin. Atër pa e lejmë, sepse tjerat i kam diskutuar ndoshta disa herë në Telegram, por dhe në TikTok, kur dal live ndë njerë, më bëjmë pyetje dhe unë i analizoj, ndoshta jo në anën grafike në këtë mënyrë që të tregoj se ku janë zonat e mia, por dhe skenaret, por një gjë që do të thoya që bëni pjesë të Telegramit, s'keni çfarë të humni, është falas. Keni linku më poshtë te përshkrimi i videos, dhe aty mund të bëni pyetje, mund të diskutoni këto idetë, mund të shikoni dhe analizat e mia çdo ditë të Bitcoin dhe Ethereum. Okej. Do hym tani te analiza e tregun e aksioneve. Do fillojmë mirë me analizën e S&P 500, Nasdaq dhe Russell 2000, VIX, dhe pastaj do flasim për portfolio që kemi ndërtuar në që kësaj periudhe në rritje shumë shpejt, sepse unë kam bërë një video veç për këtë gjë, që do të postojmë pas disa ditësh, dhe kaq. Jem tani te analiza e S&P-s. Kamon ato. Ja, ku kemi. Okej, S&P, shikojmë se si po na ecën. Te kjo zonë që ishim këtu që e pashun si tip bariere, ajo ka vazhduar më lart. Tani presim, unë pres dipin. Unë gjithmonë pres dipin. Por jam në një tregtim për long. E veç që e tregtoj longun, për pres dipin. Pres më të keqen. Me këtë thyrje të kjo zona, ka thyrë 200 SMA ke mbuluar këtë pjesë. Duke thyrë 200 SMA i jep më shumë besim të regu që po avancojmë tani në një V-shape form V-je recovery. Një form V recovery ndodhë shumë shpesh. Ka ndodhur në 2021 duket. Ku është? Kjo V-shape, shikon? 2020 rënje, dhe pasaj V-shape dhe vazhdon këtë cikël. Kjo dhe ishte ideale për ne. Këtë cikël në rritje me ca dipe të vogla për të blerë asetën në vazhdimsi. Kjo dhe ishte le të themi një bull market që quhet, ose një cikël bullish. Kemi pasur V-shape recovery më para, historikisht, ndoshta kjo mund do të uke si u është V-shape, dhe pastaj shikoj, vazhdojmë edhe më lart. Unë personalisht jam shumë optimist tani, sepse po duket si ku është një V-shape. Tani rezistencë do ketë pak të kjo zona, do ketë dhe të zona 6100, 6200,
që të bëjt sa dipe, është normale. Aty të shikoni që të merrni profitin dhe pastaj të rihyni në asetet e tjera që ndoshta janë më qëndrueshme, edhe pastaj të cikloni kapitalin me idenë që të shkojmë deri te këtë bear scenario pa e heqim fare. Okay? Edhe këtë pa e heqim tani. Se jemi të kjo zona që unë kam pasur si zonë overextension në janar. Dëshira ime ka qenë që të kapshim këtë zonë në 6700. Dhe ndoshta në këtë cikël mund ta kapim dhe këtu mund të fillojë ajo bear market. Dhe shikon që korrespondon me verën, fillimin e verës, gushti, zona korrik gusht, këtë ishte le të themi një overextension i mirë në treg, që deri në vera mund të kemi rritje edhe 2-3 muaj të tjera dhe pastaj të kemi një shitje më të thellë. Kjo ishte ideale në momentin që jemi ne tani. Besoj shumica jemi long, që kemi hyrë në aksione dhe në tregjet në përgjithësi, kështu që kjo ishte ideale. Kjo overextension e çon edhe Bitcoinin te 120.000 sipër, ndoshta edhe 150. Është për të parë. Kjo është bullish scenario. Bear scenario i bi që ka rezistencë të 6.000 bën një double top të javori. Bën një double top të javori, shkem prap të kjo zona 5.000, 4.300. Këtë ishe bear scenario, po kur është RSI-ja ka që ullet të javori, tregon shenjë që bottom është in. Këtë po i thoj edhe Kleos dje që u takuam me Kleon dhe me një nga antarët tonë të Discordit, që me sa po shikoj una bottom është in. Kemi kapur bottom. Shikoj më para, RSI-ja në bottom këtu, në 2022-shin, ka vazhduar trendi për lartë. Shikojmë RSI në 2020-ën, bottom in këtu, edhe pasaj shkojmë. Shikoj në 2019-ën, 18-ën, paka shumë ka kapur zonën shumë i shitur dhe pastaj kemi vazhduar trend për lart. Edhe shumë e radhë. Okay, ndonjëherë formohet kjo RSI-ja javore me bearish me bullish divergence si puna e 2022-shit, ndonjëherë bëhet shumë i shitur dhe vazhdon për lart. Për mu, u shikoj një treg që ndoshta është me bottom të futur, le të themi në treg, ka akumuluar të zona, Trumpi po nxjerr lajme pozitive, çdo gjë po duket pozitive, por akoma do të jemi pak të kujdesshëm nga recesioni dhe nga situata të tjera që mund të ndodhen, po normalizohet situata shumë shpejt me tarifat. Ndonjë analistu, çuna, keni? Shri, të viku duhet mirë, si që thamë, të shi duhet të menaxhim. Që fse unë këtë do jetë tip të vogël për tregtarët e tonë, ishte shumë leverage, ose më option. Duhet bëj shumë kujdes, për që paka shumë që fse jemi investitor në gjatë që kem gjerë dipin edhe në shto bled, po thuj se një herë në javë ose një herë në muaj për dollar cost average. Është i treg. Është i treg shumë i mirë. Kështu që për mendimin tim në qoftë se edhe S&P nuk duket as të ditori, po thuj se overextended. Parin atë pjesën e sipërme, po nuk është sipër se i 80. Kurse te avor si që thamë është i qysma rrugës për të bërë overextended, kështu që se ka gjatë potencial. Mu më pëlqen shumë kjo RSI-ja kështu, të javori. Ka thy dhe këtë zonën këtu, të 50, si për 50 vazhdon për më lartë. Kështu që stër të 50, po më duket sigur tani ka marrë animin, realisht ka marrë animin bullish tregu, dhe për fat mirë ne jemi pozicionuar në aksione që nga kjo periudha e 12 prill dhe pasaj në periudha 20 e ca prill kemi filluar të blejmë dhe kemi ndërtuar portfolion dhe tani është thjesht të trajtojmë këtë valën me vazhdimsi për lart, derisa të lodhet, derisa të
të shuhet kjo valë dhe të kemi një bear market tjetër, ose një dip serioz, mund të themi. Mund vi këtu, unë mendoj që mund vi në një overextension të 6.000 ca, po që jemi një skenar bullish që vazhdon kjo ritëm këtu. Kemi dy momente që mund të bëjmë dipe serioze. Këtu, ose mbas thyrjes të all time high, overextension të 6.000 ca. Edhe korespondon thash perfekte me verën. Që dishte logjikshme që vazhdon trendi 2-3 muaj, mbyllet kjo periudha përpara verës, fillon sezoni veror mujorin e dytë ose 6 mujorin e parë kur institucionet marrin profitet e tyre, ikin për pushime, kështu që është e gjithë kjo pjesa e verës zakonisht ku kemi këto dipet e vogla për i kusht. Tani edhe po që nuk shkon të 6.500, por shkon të 6.300. Prapë është një overextension dhe një dip të tillë ishte normal këtu. Shikon? Edhe kjo ishte normal. Edhe sa të eksplikit, do të thënë, gusht shtatori janë muaj shumë bearish, zakonisht. Që korespondon fiks, nëse vazhdojmë në bullarata. Po, prandaj unë jam me këtë mendimi që mund të shkojmë deri këtu, 6.500, deri në agushti, dhe pastaj një shitje. Edhe 3 mujosh i fundit, gjithmonë duan ta mbyllim mirë, e rrisim prapë tregu. Që prapë këtë 3 mujorin e fundit. Kemi akoma kemi edhe 7 muaj në treg. Se unë isha bërë pak negativ me faktin që kemi pasur këtë shitje, nuk është që po bëjmë një para serioze në aksione, por tani ka filluar valet e mirë dhe është thjesht ta shfrytëzojmë sa më shumë këtë trend. Okej. Për negativ, nuk është se ishte po ne ishim negativ se ishte tregu e tillë, po, ke drejtë. Sepse shilamet e tilla ishin tarifa që erdhën nga sekundi dhe ikën të çertë, kështu që ka dashur normalizuar tregu. Këtu ke Nasdaqun pak a shumë identik me S&P 500. Ka ecur pak më shumë Nasdaqun, me aq sa diona Nasdaq mund të jetë diku te 2% profitable këtë vit. Nga janari, fillimi janarit deri tani është 2%, S&P diku te 1%. Unë jam diku te 26% profit këtë vit deri tani. Edhe te kjo këtë shikoj, këtë overextension të kjo zona, shikoj që e kam përcaktuar për para disa muajsh të overextension. Ideja ishte e janarit, valës të janarit dhe valës këtu të shkurtit, që i kam tregtuar një val, 2 val, i kam tregtuar këtu. Edhe nuk hecën, shita, nxora para dhe mia mbrojtje. Ishte ide që të mbroja kapitalin nga kjo rënje të thellë, dhe tani kemi ripozicionuar nga 12 prillit dhe këtej, po të aksionet e Nasdaqut, disa aksione. Overextension është 24.000, këtë ishte ajo skenari që vazhdon bullish S&P 500, dhe po pamja vorin, besoj që do shikojmë një shenjat e RSI-ja, shikon, që jep atëherë temi shpresën që një bottom në treg është futur në treg dhe është bler tani seriozisht me lajmet që po zhvillohen pozitive, mund të bëjmë televizje të all time highs shumë shpejt. Po do të thoj të gjusë që po që jeni pak me vonesë në aksione, mos u nxitoni, do të kapni ndonjë dip, do të kapni ndonjë moment konsolidimi, mund të jetë pozitive, por do të kishe kapur valën nga 12 prilli ose nga 20 prilli që të profitoj, dhe po që shikon çdo aksion, Tesla, Coinbase, këto tjera, nga ato momenti që po them unë, ato datat 12, 10 prill ose 20 prill kanë qenë momentet kryesore e një rritje. Që kemi edhe mujorin, që kemi mujorin ku jemi, mujori është pak problematik. Që mendohet që ndoshta marrë ky cikël shumë shpejt te mujori. Po mujori mund të vazhdojë edhe periudhë të gjatë shumë i blerë te S&P dhe te Nasdaq. Shikojmë. Po që bëjmë të overextension të 6.600 te mujori, dhe ishte në temi një moment ideal
që të bësh një dump shumë i madh në treg. Ndoshta 2026 është cikël një bear market shumë të rëndë. Kështu që edhe këtë do ta keni parasysh, do ta keni themi në menje që po vazhdoj ky cikël duke parë mujorin, do na bëhet ndoshta një shitje edhe më e madhe si puna e 2009-s. Shikon? Do na duhet të mujori një gjë e tillë. 2009-s ose 2002-shit, 2000-shit. I bi që ky cikël mund të jetë ai cikli i AI bubble që ka folur të gjithë, por nuk ka mbaruar akoma, jemi pak herët. 2026 mund të jetë viti që mund të bëhet ajo bear market total dhe një periudhë gjatë bearish. Diçka që ka bërë re është që Nvidia po ecë në më varë se pjesa tjetër e teknologjisë. Kemi AMD që rritet me 7-8% çdo vit, ndërsa Nvidia ose qëndron në vend ose në pjesë me 2%. Që ndoshta pa arrim në një pik të Nvidias, edhe kapitali për të ndarë në kompanitë të tjera, nuk e di do të bëjë. Nuk kujdes ose i bëjë AI bubble. Prandaj po them që ndoshta bëhet kjo overextension. Mund të shkojmë edhe një val tjetër deri nga le të themi fundi i vitit, po që jemi bullish, po që vazhdon ky trend. Edhe pastaj 26 shikoj ca faktor të mujori që mund të hyjë një cikël si 2009. E bi që ne kemi qenë pak herët të analiza jonë e recesionit ose problemi le të themi një rënje të thellë në treg. Ka pasur një rënje, por mund të jetë thoshta një rënje paraprake, një rënje para kësaj AI bubble që ne parapresim këtu. Kjo është le të themi pak më afatgjat pamje, por nuk jam i sigurt për këtë pjesë, po e them kështu më shumë që t'jeni gati e kësaj gjëje, sepse unë këtë do shikoja vetë personalisht. Po ju do jemi pozicionuar tani long, të paktën 3 muaj, 6 muaj, 1 vit, po jemi long. Mbas kësaj vale do shikoj një rënje shumë të thellë në treg. Okej. Si mendoni ta lejmë kaq segmentin e aksioneve? Po, mjaft. Po që doni shikoni portfolin që kam ndërtuar unë kam një kanal timin personal në gjuhën anglisht që kam darë portfolin dhe kam zbërthyer aty çdo lëvizje që kam bërë. Ai video do ndahet sot të shtunën, i bin që kjo podcast do postohet të dielën dhe mund të ikni ta shikoni te kanali im. Mund ta vëmë të përshkrimi të videos kanalin tim personal në YouTube dhe t'ikni të shikoni portfolion tim si kam ndërtuar, si po hecën, çfarë aksionesh kam blerë dhe pse i kam blerë, po është në anglisht. Okej, kemi tani tregun shikojmë dollarin, shikojmë goldin, shikojmë dhe ca tregjet e tjera shpejt si këto internacionale, shikojmë naftën, gazin dhe pastaj mbyllim me kaq pjesën ose segmentin e Forexit dhe madhrat. Dollari, shikojmë chartën e dollarit. Dollari po vazhdon këtë rritje, tek zona 1.102 ishte rezistenci që unë shikoja dhe prandaj kam vënë këtë vizën. Po ecën mirë, po mban këtë vizën e trendit tani, mund të po formohet një farë kanali. Sa përshikoj unë një farë kanali këtu. Ndoshta po që bën këtë periudhë këtu. Por në përgjithësi mirë, trend në rritje. Dollari po fuqizohet me atë arsye që ndavëm pak më parë te podcasti jonë që është marrëveshja me Kinën e ka fuqizuar pak dollarin dhe po ecën për lart. S'po mbulojmë shumë këtë pjesë, Floririn, shpejt. Ne parashikoshim këtë rënjen të Floririt, kemi tregtuar 3 shorts. 1, 2, 3. Dhe tani është një fazë konsolidimi për mendimin tim Floriri, që mund të bëhet tani mund vi deri te 3 mishja,
por është një fazë konsolidimi dhe unë aktualisht shikoj për një long vetëm në skenarin që tregu i aksioneve bëhet pak si i lodhur. Mund të vi nga vera, shikon? Korespondon këtu. Këtu do shikoja unë, mendoj që do ketë rezistencë të kjo vizat trendit. 1, 2. Dhe këtu do shikoja për një tregtim në fat mesëm të kjo zona këtu. Okay. Diçka tillë mund ta tregtoni ose mund ta tregtojmë në short gjithë këto rivalve që do shkojnë deri te 3 mishja, ose mund të edhe të konsolidohet dhe shikojmë dhe rrethanat e tregut, si do ecim, po këtë po shikojmë më shumë si probabilitet të gol. Të gollit dhe priset është ke bërë profilin for short, kështu që u të prisja apo është deri te 3.000 ose nëse rritet 3.000 qita, po të futemi për long. Ka s'po pëlqen ta trajtoj short, për vendimin tim. Edhe unë pa testuar ndonjë zonë le të themi te 3300. Pa testuar pak të zonën këtu, nuk do ta tregtoj short, do shikohet të zona 3300 ritestim dhe pastaj mund të ishim një short afat shkurtër. Okay. Kemi US Oil. Kjo ka qenë një moment që unë përshikoj që do të gjej support. Kemi pasur të bullish divergence tu që ka qenë me vlerë, double bottom, do të shikojmë zonën e 64, 65, po e theu këtu mund të ikim më larg deri te 70, 72. Kjo ishte me interes për ty Jerdi, që ke tregtuar Oxin, edhe dhe ishte një rritje e US Oil dhe një rritje të Oxit dhe të aksionet e naftës. Këtë përshikoj unë, apo mund të kemi dhe potenciale një konsolidimi. Që mund të kërë edhe një trekëndsh të tillë. Kemi edhe këtë potencial që na Ose të shumë të trade jam fajn, do të jam mirë, sepse Oxy është një kompani që i besoj të gjatë. Plus edhe deri deri, që kam thënë zakonisht, kështu që nuk është se në lëvizjet e vogla, të që kam do shkoj të 70 dhe pasaj të shes, të 60-70 dollar. Po. Kjo është situata. Patëm dhe gazin natural që ka qenë natural gas, ka qenë në këtë rritje, tani ka bërë këtë dipin. Shikojmë, mund të më intereson dhe kjo le themi një double bottom këtu, ose një ritestim të kësaj zone këtu, edhe pasaj të tregtoja ndonjë long. Ritestim dhe pasaj shikoshim në i long, në i aksion. Volatilitetin se mulova pak për para, po ja do të muloj këtu tani. Shikoje. Këto dy zonat këtu të RSI-ja. Shikoje 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, e ka respektuar më parë. Zona 43. Por dhe zona 35, 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë. Edhe këtu ka ana tjetër. Ka qenë zona që është bërë le të themi një farë rritje në volatilitet, edhe rritje ndoshta e vogël që na jep atë shpresën që mund të vazhdojmë në një rritje të çmimit ose të bëjë një dip të vogël në çmimin e S&P 500 dhe pastaj të vazhdojmë rritjen deri te 6200, 6100 edhe më lart. Kështu që do shikojmë. Po kjo zona 35 deri te zona 45 është një zonë që ka gjithmonë ka pasur momente e rritje volatiliteti të RSI-ja, të VIX-i, ku shikojmë të zonën e RSI-s. Këtë po shikoj unë për moment, ka parë që historikisht po bën atë gjë dhe unë prandaj analizoj me idenë që të jem pak në parapritje e situatës. Mund të ikim deri te 12-a ose 15-a, për parë se ndodha e gjë, është për të parë se mund bëhet pak më thellë.
Shikon, kur shikojmë dhe njëherë bëjmë dhe pak më thellë, shikon, se këto rase këtu në 5 dhjetor dhe 13 nëntor, që më shkoj pak fare më thellë dhe pastaj shkoj më lart. Shikoj, ja. Ta bëjmë këtë. Ka dhe momente të tjera që shkojnë edhe më poshtë, po duhet ta bëja pak si më para pritës rritjen e viksit. Kemi 35, 45, 45 dhe pastaj ke patjetër që ke 30 këtu që është 9-30. Normale e RSI-s të viksit po flas. Shikoj, kam dhe zonat e tjera më parë. Shikoj. Tim nga periudha 2020 ka kapur këto zonat. Këta ka qenë zonat e themi që është rritje. Dhe ja ku e kemi. Shikoj. Kjo është analiza ime, le të them pak më detajume e viksit që shikoj unë personalisht. Dhe prandaj po ndaj me ju. Okej, kemi tregun tjetër që tregu kinez ka pasur një farë dipi, po kemi parë dhe ca aksione që kanë qenë në rritje të mirë. Si mi pozicionuar të tregu kinez këtë val, nuk e di pse unë se kam studiuar shumë, jam përqendruar më shumë të tregu amerikan, por ka ecur mirë, nuk është që kemi pasur nevojë për të bërë tregtimin në tregun kinez. DAX vazhdon këtë rritje të jashtëzakonshme, një V-shape, edhe më V-shape se sa tregu amerikan, edhe ka rimar all time highs. Tregon fuqi. Jemi të fuqishëm ne europian. Shumë fuqishëm kë. Edhe kaq, unë po më do të dalem me kaq se kemi edhe ca të tjera, po bën pak si shumë të gjata analizat e madrave dhe këtyre themi indekset e tjera. Okej, unë po mbyll me kaq këtë segment. Kleon dhe një gjë finale për të thënë këtu, Irdi? Jo. Bëni kujdes, se që thamë Vixi tregon që mund të kemi një javë me volatilitet, do shta ullit ditë ditore më dha për ata që nuk hemi leverage ose që fiksojnë kovaj, kështu që të bëni kujdes për menaxhoni pozicionet, të cili ka riskun e vet të tolerancës. Ka lejon të humbi dhe çfarë të fitoj. Kështu që ka shumë këto, tregu duke qenë pozitiv. Shpresoj për lavdë pozitive dhe javës tjetër. Në mënyrë që vazhdojnë aksionet që kemi foto të kemë rritje. Po, kjo është edhe atë që të thojone që keni kujdes, sepse euforia hyn tani. Euforia e fillestarëve, euforia për të blerë hyn kur kalon all time high dhe ka ndodhur fakti. Qoftë do shifti shumë me tash për tregun, bëni kujdes, sepse tash shikoj televizionin dhe mediat që të flasin. Besoj që do të dalin ndoshta kur të ketë rimar all time high S&P 500. Por tregtarët më të mirë pozicionohen në momentin që ka bërë dipin, mundohemi që të gjejmë probabilitete më të larta dhe hym si puna jonë që kemi tregtuar themi periudhën nga 12 prilli deri te 20 prilli, duke pozicionuar në treg për long. Ai moment ka qenë kryesor. Tani në vazhdimsitë për lart mund të keni un potencial të mirë deri në vera, me sa po shikoj unë dhe me ngjarje që po ndodhen që po janë pozitive, por gjithmonë do të keni kujdes edhe menaxhim të mirë pozicioneve dhe rrezikut. Këshilla finale është bëni pjesë të Telegramit, s'keni çfarë të humni, është falas. Keni aty mundësi që të komunikoni jo vetëm me mua, por edhe anëtarët e tjerë që janë shumë serioz dhe kanë dëshirë të ndihmojnë njëri tjetrin. Dhe bëni pjesë të Telegramit aty. Po patën ndonjë koment, më shkruani më poshtë. Shpresojmë që të jetë pozitiv, se po mundohemi që të ndihmojmë shqiptarët, po më shkruani çfarë të doni. Edhe na ndiqni në gjithë mediat sociale. Na ndiqni këtu, na bëni subscribe me patjetër. Edhe na ndiqni në Instagram, në TikTok, sepse unë bëj live 1 herë, 2 herë në javë.
dhe bëni pjesë të Telegramit për i përsërisë të pjesë. Atëherë po i mbyll me kaq. Faleminderit gjithëve, faleminderit Kleo, faleminderit Irdi. Faleminderit. Gjithë mendimet. Mirë, Edhe vazhdojmë para.